Edhe me tavën përfunduam, tani do kalojmë tek receta e tretë në minutat që na kanë mbetur. Tregojmë pak produktet e recetës. Çfarë kemi Albana tani? Çfarë do t'i tregojmë? Kemi disa byreçka të vogla ose spring rolls ose mini role, si të doni ju, nuk ka rëndësi se si ne i emërtojmë. Janë byreçka të vogla, role me petë. Okej, le t'i shohim pak produktet të shpejt, meqense kemi edhe me petë të gatshme, do mundohemi t'i realizojmë sa më shpejt. Do përdorim edhe këtë salcën soja nga Ponti, byreçka role me lakër. 200 gram lakër, 1 karot, 1 speci kuq, 2 qep të njoma, 1 lugë gjelle salcë soje, 1 lugë çaj gingerfill, 1 thelpi hudhër, 8 apo 10 petë për spring rollsat, siç thot Albana, krip dhe piper sipas shijes dhe vaj për spuqje. Atëherë, marrë një tigan, Ponti direkt nga Teuta është lider në prodhimin e salcave, uthullave, nga më të mirat që mund të ekzistojnë dhe mund t'ju japin shije gatimeve që ju i keni të preferuara. Do të përdorim sot salcën e sojës, sepse kemi tek kjo recet, që nuk është e tradita, dalim ndonjëherë pas here edhe nga tradita, për cilë receta po aq të shishme, edhe për të eksperimentuar në kuzhinë. Produktet i lexova, tani bëjmë gati, besoj petët. Pra, unë petët i kam petë të gatshme, shikoja, të tilla. Dhe aty dhe këtë të përdorim. Të tilla ato. I kam prerë. I ke bërë gati, bukur fort. I kam bërë gati. Gati në katrore. Kam spinaqin, gjë që të marrë dhe një talier unë që të punoj. Petët e holla fare që janë për baklava. Po i lëmë këtu dhe i përdorim për t'i mbushur në vazhdim. Të prera të gjitha imët, karotat, qepot e njoma, spec të prera në shkopin të holl, po ashtu edhe lakrën atë formë. Kam yndyrën, normalisht me vaj bimor. Kam hudhrën e tillë. Gre temperaturën. Holl. Si gjithçka që kemi prerë, holl. Dhe hudhra. Shtoj gingerfill. Nuk dua që të digjet vaji. Shtoj lakrën. Qepët e njoma. Karotat. I largoj. Ja. Të mos të duhet për salcën, ndoshta. Shumë lehtë. Shumë lehtë. Spec kuq apo spec jeshil apo spec të verdhë, si të doni ju. Nuk e keni. Unë e kam shkruar spec kuq për ngjyrë. Këtu. Të shtoni masën e kripës. Do keni shumë kujdes, sepse soja për ju që e përdorni, soja kërkon, kur është e trash, kërkon një hollim, as 50 me 50, po 70 me 30, sepse ka shumë krip. Kaq krip. I largoj të gjitha dhe më duhet mielli tjetër. Të krijoj një qull. Tani unë po përdor lugë metali. Ato nuk do të marrin ngjyrë, thjesht do t'i lëmë të zbuten pak apo jo. I prek e lehtë. Thjesht sa ma pak të lutem.
Pakës fare piper. I kaloj të gjitha. Shtoj masën e spinaqit. Dhe çfarë densiteti? 2 minuta na kanë mbetur, wow. Mund të shikni duke shtuar Albana densitetin aq më duhet. Salcës, jo thjesht doja të tregoja se sa e trash ishte, sepse në treg ka disa lloje të tilla salcash. Ne kemi një salcë të duhur, që ka trashësinë e duhur, padyshim që edhe të gjitha ti largoj. Të gjitha ti largoj. Sa bëjmë këtu, më kap një tigan, thjesht ta kaloj direkt të tigan. Do ta fuqim atë direkt të tigan. Po, një tigan të voçkël, do të shtoj masën, shumë mirë, e sojës. Kjo është shija, zbutja, kaq, e largoj direkt. Këtu. Shqulli. Tregojmë 1 ose 2 byreçkat e para dhe pjesën tjetër do ta vazhdojmë më pas. Direkt këtu. Pra dhe njëra aty te tigani ka urdisëm lakrën të prekshur në shirita, qep të njoma, speca, karrota. U zbutën në vaj. Tani në këto peto të prera në katrore, në formën katrore, i mbështellim. Është nxehtë, është nxehtë, dhe kërkon që të ftohet kjo gjë. E kaloj. Por petët mund të jenë shumë të holla, po i mbështellim në dyshe. Edhe pak e nxehtë edhe do t'i ngjisim me brumin. Po, pra është. Super. Pra është e nxehtë, edhe sërish qëndron. E lëm paksa, pak fare vaj sa të bëhet, edhe fillojmë me të tjerat. Me një do vazhdosh, me një petë të holla, apo do t'i vendosësh dyshe? Një kërkon kjo faktikisht, sepse po t'i vëm dyshe, na del, ndërkohë që bëhet dhe peta tjetër, unë po sjell tavën, Ajsa ka shkrirë djathi për ta treguar pas kam këtu dorezën, që të tregojmë të finalizuara recetat. Ja, edhe tava, një aromë fantastike, një ngjyra të bukura, edhe pse u dojqa. Mund t'i radhisim, pra mund të jenë të skuqura, mund t'i radhisim në tavë, si të doni ju. Pastaj, në fund fare do t'i spërkasim me susam, me soja, i ngjyeni dhe jeni. Okej. Pra pasi t'jenë skuqur, do t'i spërkasim susam dhe soja. Asgjë nuk është e vështirë. Pra, keni një gatim. Sa të marri një faqe, unë do të sjell dhe një pjatë që thjesht na bësh atë spërkatjen. Patjetër që po. Dhe e tregojmë siç duhet. Okej, vetëm njërën. Sa për ta treguar si shembull nga Joan. Kaq, se nuk ka nevojë të bëhet më shumë. Se shpeta shumë e hollë dhe nuk ka nevojë për skuqje. Nëse ju do i vendosni 2 peta, perimet janë po snuk të ka urdisura. Ja. Okej, atë të parën Albana mbase spërkasim që ta tregojmë siç duhet. Patjetër që po. Elon pastaj përsëri. Patjetër që po. Vazhdoj. 1 sekond. Shtratin dhe jemi drejt përfundimit, do t'ju pres pas pak në bisedë. Recetën do ta gjeni me mënyrën e përgatitjes, jo vetëm këtë që po përgatisim, por edhe të 2 të tjerat në kanalin ton në YouTube në Reze Dielli. Vazhdoni të klikoni aty për të mësuar dhe për të përvetësuar shumë receta. Ja, shumë e bukur doli. Dhe një shkrim kulinarie me... Po. Është, këtu. Me sojën ponti. E vendosim bashkë me recetat e tjera. Patjetër dhe disa fara susami sipër dhe jemi. Kjo është receta jon e tretë. Këto byreçka të cilat janë fantastike edhe për atë për brezat e rinj që i duan kështu të bukura, por edhe për ne
në shtëpi, ja u tregojmë më së miri disa modele të ndryshme të kurimit të pjatave të lumshin duart. Shpejt e shpejt i përgatitëm, shihemi pas pak bashk. Faleminderit.